Përshëndetje mi së dashur. Për kuriozitet të ndëgjojmë që sa ka mërzit opozita kur e Donald Alloshi ka knu për Albin Kurti në Zvicër. Shkojmë të ndëgjojmë pak edhe tani të diskutojmë së bashku. Me dy pushka është shumë. Se njët si hero që ka luftu, është ai. Ama Albini nuk ka luftu. Albini se ka pushka në dorë, kur? Që është mund është me i thonë sikur me... Shërimis, ta nuk kanë të tërsen, veç pushkën. Pushkën. Nuk e mendojnë, ose nuk e paramendojnë, që Albin Kurti pushke ka këto. Një, e dyta e ka truni. Truni magjik. Këtu ti pushka e ka Albin Kurti. O i zoj. E para, e dyta, mirëbe, jo si opozit, durin e ofendu një femën shumë keq. Një femën, një deputete, hala dhe ma keq, që është në kuvend e Kosovës. E fondun, së e fondun, që nuk e thanë. Hala nuk niva që dul dikush me thonë një fjallë për të bre? Të bile të dafina, të bile gjeni femrore. Nuk e ngritë zonin për zojen që ofendu. Aty të paskradhim se ka kënu Albin Kurtin. Ja pa këtu djetë kultura juve. Unë kështu e shof, unë vjen keq, po unë po i përsëris fjallet tua që ti pithu, edhe unë po të hap kritiken si që shemë rriton. Po ofendohet një femën, një deputete e Kosovës, edhe asnjë për opozitë nuk duhet me thonë asnjë fjalë vetmen, e këtu pse ka kënu kjo, më falni, për Albin Kurtin, kur ka bonomi. Jo, kjo është pushka. Edhe truni. Kështu që tjetër herë kur të folsh, ki kujdes apo fol, edhe mësoni dafina. Miq, respekt, kryeministër, ju dua shumë respekt,